Edhe shejtani do thotë merr se njëri një ka një edhe studion. Edhe a gjen pikën e dopt. Edhe aty e prek ai pastaj. Për shembull, prej luftës së tij për ta bërë njeriu mushrik i dhujtar, që ta dhuron gurë dhe dhuron, deri te vezvesja, këto janë armë që i përdor. Për shembull, në Shkup konkretisht, unë kam pasur rast që një djalë i ri 5 vakt namaz i falke. Në xhami, vikenderse. Ati nuk i theke shejtani mos u falsos, ai 5 vakt namaz. Nuk i theke se shejtani mos e mëso fensa, ai vjen rregullisht derse. Po ati i jap shejtani i bëj ke vezvese në abdest. Në abdest i bëj ke vezvese. Edhe kur ikë sabah me marr abdest, ai u lajke, jo abdest me marr. Ka 15 herë aty i fërku durë e kamte. Edhe fut kur dilke, një duke vetë se s'ka marr abdest, hapet i ke në banjë. 2 saat, në dilke dilli, ai u çoi ke herën sabah, dilke dilli të marr abdest. Pse pi vezveseve, se a marr abdest mirë, as marr abdest mirë. Edhe kështu në domon me muje kemi qumë atë djalin muhabet. Bile do derse që i masha unë atëherë, i zvoglosha për rreth abdestit edhe gustit, i zvoglosha do meseleve se vep ati. Se mos bëhet ati se ti më thon për shembull një punë vajxhep, ai e bëjke për mi farzin e bëjke. Mi thon një punë sunet ai e bëjke për mi farzin. E u deshke pak me azbu që ai mos i morë dallash meselet. Zgjati disa muaj, domthonë rezistencë, këshilloj shmit të shtëpia, muhabet, atë ket derisa ai u lodh madje. Edhe la namazin. Se u lodh ke shpirtnesht ai hin me abdest kanë një saat, ka disa edhe në fund ikën namazi. Edhe na u mundu me një mund, me këshilla, me porosi, me dua, me sen, me muj ka. Mas një kohë hupi pi xhamia, hupi pi dersit. Edhe kalojnë disa kohë unë e shoh në ufë. Selam aleikum, aleikum salam. Ha, bëdhëm. A mora vesh ndërkohë që ajo që e kalon namazin. Thash, a kimo vezvese jo tha s'kam, po thash, normal që s'ki, se shejtani qatë punë ka pas. Largoj t'i për namazit, atë largojmë namazit, tash nuk i problem. Kjo shembull ma tipik, ma i vogël, ma i thjeshtë, si i hyni i shejtani atij edhe largoj pi xhamia.